الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلندريم dhe lavdërimet qofshin për Allahun Gjelle wa Ala. Atë falenderojmë për këtij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë me lejen e Allahut Gjelle wa Ala me serinë e ligjëratave rreth të përgëzuar dhe me xhennet, seri të cilën e kemi emërtuar ata të cilët xhenneti i priti me emër. Kemi arrit tek biografia e Zubair ibn al-Awwam, pas e përfunduam Talha ibn Ubejdullahin, tani më radh është Zubair ibn al-Awwam, një sahabi i nderuar i pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabi të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dashti fort. Ishte prej të parëve të cilët e pranuan Islamin. Ishte besnik, burr i drejt, trim, edhe ja besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në vdekje. E shoqëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë. Morri pjesë në të gjitha betejat në të cilat morri pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Zubair ibn al-Awwam, gjeneza e tij apo prejardhja e tij është Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra. Edhe vazhdon nësebi i tij, ndërsa ka ona e nonës është djali i Safia binti Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay. Me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjeneza e tij takohet në dy anë, si ka ona e babës, ashtu edhe ka ona e nonës. Mirë po ka ona e babës është dikun lart, takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tek gjyshi Qusay ibn Kilab, ndërsa tek nona takohet te Abdul Muttalibi, për faktin se Zubair ibn al-Awwam, djali i Safijës, e cila ka qenë vajza e Abdul Muttalibit, gjegjesisht halla e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zubair ibn al-Awwami Islamin e ka pranu qysh heret, apo ta përshkruajmë qysh është me radh kunja e tij na ka qenë Ebu Abdillah. Kunja e tij ka qenë Ebu Abdillah, është njoft edhe me një kunje që e ka pas Ebu Tahir, mirë po kjo nuk është konë njoftën shumë. Ebu Abdillah, për faktin se djali i tij Abdullah ibn Zubairi ka qenë fëmiju i parë i muhaxherëve që ka lind në Medinë. Llagabet e tina, oficet e tina kanë qenë disa, mirë po prej kryesorëve që është njoftën me ta, është njoftën me llagabin Hawariju Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hawariju Rasulillah, që i bjen shoku i afërt, ndihmtari i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do ta shohim më vonë se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka emërtuar me këtë ofic. Kur e kam përshkruar dietarët fizikun e tij, kanë thonë se kana rajulan tawilan. Kana rajulan tawilan, ka qenë shumë i gjatë. Bile e përmend Ibn Sa'di rahimahullah në librin e tij At-Tabaqat al-Kubra, edhe Dhahabiu pastaj më vonë librin e tij Sir, thonë se kur ka hip në kalin e tij, edhe komt e Zubairit i kanë prek për tokë. Ka qenë i gjatë radiyallahu ta'ala anhu. Mjekrën e tij e ka pas trall, kështu e përshkruajt, në trup ka qenë i zajft,
Pastaj te Ibn Sa'di rahimahullah në Tabaqat al-Kubra përmendet se ka qenë zeshkan. Ka qenë zeshkan, flokët i ka pas gjata, sa që thot djali i tij Urwa, kur isha i vogël thot e moj men që ngjitesha për flokët e tij në shpinën e babës. Që çështo e përshkruan. Ngjitesha për flokët e tij në shpinën e babës tim. Lem ju gajiri shqeib, kështu kanë thonën, kur ka zonë më ju thi mjekra dhe flokët e ti, nuk e ka ndryshu, radiallahu ta'ala anhu, nuk e ka ngjëros. Sa ju përket grave të tij dhe fëmijëve të tij, ka qenë i martuar me 6 gra. Ka qenë i martuar me 6 gra, ka pas 20 fëmijë, 11 djem, 9 vajza. Bile përmendet tek fëmijët e tij, kur e përmend, thot ishëm një herë me Talha ibn Ubejdullahin. Zubejri thot kështu. Ishëm një herë me Talha ibn Ubejdullahin. Edhe ka qenë adet i Talhas me i emërtu fëmijën e tij me emrat e pejgamberëve të Allahu xhalla xhelaluhu. Kështu ka qenë. Talha ibn Ubejdullahi emrat e fëmijëve i ka përzgjedh emrat e pejgamberëve. Ndërsa Zubejri çka tha vo? Thot emrat e fëmijëve të mi i kam përzgjedh emrat e shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjëgjësisht emrat e dëshmorëve prej shokëve të pejgamberit alaihi salatu wasallam. Me shpresë se edhe fëmijët e mi do t'ju gjasojnë atyre. Bile i ka emërtu kështu. فسمى عبد الله ابن سعد ثت كشتون ليبرنتي الطبقات الكبرى فسمى عبد الله بعبد الله ابن جحش فميستي كل يقولون امر عبد الله كابوسنم ما يبرجسون عبد الله ابن جحش والمنذر بالمنذر ابن عمرو منذر من منذر ابن عمرو بريشوف بيغمبرت عليه الصلاه والسلام عروه ابن مسعود مع عروه ابن مسعود قال كيتر حمزه në emër të Hamza ibn Abdul Muttalibit, tjetri Ja'far në emër të Ja'far ibn Abi Talib, kështu me radhë. Domethënë djemve ja u kalon emrat e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islamin e ka pranuar qysh herët. Islamin e ka pranuar qysh herët edhe konsiderohet njëri prej atyre të cilët ka qenë shkak për pranimin e tij kush? Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. E shifni, Ebu Bekri deri më tani ka qenë shkak me pranu islamin Uthmani, ka qenë shkak me pranu islamin Ebu Ubejde ibn al-Jarrah, ka qenë shkak me pranu islamin Talha ibn Ubejdullah, ka qenë shkak me pranu islamin e Zubair ibn al-Awam, krejt të përgëzuarit me xhennet. Shifni, Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu me thonë kështu ka qenë davetxhi i madh. Krejt këta burrat të mëdhaj e kanë pranuar islamin përmes tij radiallahu ta'ala anhu. Rreth viteve se sa kanë qenë vitet e Zubair ibn al-Awamit kur e ka pranuar islamin, dietarët kanë diskutim. Disa kanë thonë i ka pas vetëm 8 vite atë kur e ka pranuar islamin. Disa kanë thonë 12, disa kanë thonë 13, disa kanë thonë 16. Kjo 16 nuk qëndron. Për faktin se do ta shohim më vonë se kjo është shumë me disa sene në islam, me disa gjëra në islam që mosha e tij ka qenë 12 vjeçare. Po përmendim tash, konsiderohet prej sahabive të parë i cili e ka ngrit shpatën në rrugën e Allahu xhelle xhelaluhu. Konsiderohet Ebu Sa'id ibn al-Musayyab radiallahu ta'ala rahimahullah thot i pari që e ka ngrit shpatën në rrugën e Allahu xhelle wa ala ka qenë Zubair ibn al-Awwam. Ke përhap në atë kohë thot Mekë një lajm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është marrë dhe është mbyt. Zubair ibn al-Awwami e ka marrë shpatën e tij edhe i hipur mbi mjetin e tij të udhëtimit, mbi kalin e tij, edhe ka dalë nëpër Mekë me shpatë. Mundeni më paramendu, thot Imam Dhahabiu rahimahullah, mosha e tij atëherë ka qenë vetëm 12 vjeçare. Vetëm 12 vjet i ka pas. Mundi me paramendu 12 vjet para kujt? Para kryesorëve, para Paris Kurejshitëve. Para njerëzve që vetë se para njerëz që i kanë torturuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky i ri edhe ka ngrit zonin ku është Muhamedi.
Ku është Muhamedi? Shpatën në dorë. Derisa ka mri me një pjesë lartë të Mekës, Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thonë unë jam. Çka ka? Thot o i dërgumi i Allahit, dëgjova se Muhamedi është vjedh, edhe është kidnapu, edhe është mbyt. Thot e mora shpatën time, e thot çka dashte me bëu me këtë shpatën tënde? O i dërgumi i Zotit, thot nëse ish vërtetu një gjë e tillë, pata me fillu me Kureshitët mos me lon asnjë para vetës teme. Që të gjithë me i mbyt. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lut për ta edhe për shpatën e tij. Është lut për Zubairin edhe për shpatën e tij. Mosha e tij sa ka qenë vetëm 12 vjeçare. Vetëm 12 vjeçare. Pse kështu? Tash do ta shohim. Zubair ibn al-Awwami kur ka lind se ta keni parasysh Zubair ibn al-Awwami është djali i vëllaut të Khadijës radhiyallahu ta'ala anha. Djali i vëllaut të Khadijës, gruas pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kur ka lind Zubair ibn al-Awwam, pas një kohe i ka vdek baba i tij. E ka marrë mbi këqyrje Naufal ibn Khuwailid. E ka marrë mbi këqyrje mingja i tij. Edhe përmendet se nona e tij Safia e ka rrahë shumë. Kur e i vogël, nona e tij Safia e ka rrahë shumë. Edhe kanë thonë se mingja i saj, domethënë kunoti i saj në këtë rast, i ka thonë po e rrin shumë Zubairin. Ka annaha darbatun mubghida. Çështu ka thonë. Po e rra shumë Zubairin sikur me urrejt fëmijën tënd. Ajo pastaj se ka qenë poete, i ka thurë poezit mirë, e ka përshu ka thonën, unë nuk jam të erra që e urrej këtë, po errahi me përgadit për do ditë më të vështira që do të vim për ta. Qështu? Tash mos ta morëm parim këto se duhet me rafmin e udhu billah, mirë po, atje kanë qenë zakone tjera, kanë qenë tradita tjera, kanë qenë adete tjera, mirë po kjo si duket tregon pastaj trimërin e Zubairit edhe burrin e tij qysh i vogël. Ka ndodhur një herë, është kacafyt në Mekë me një njeri të rritur, ky ka qenë i vogël, edhe ja ka thuj krahin. Familja e tij kanë ardhe nona e Zubairit. I ka thonë se djali jot ja thej krahin Zubairit. Atëhera ajo ka thonë kejfe wajadta zabra, qysh e gjejtë Zubairin? A e gjejtë të letë, sikur kur ta është një hurme, apo e gjejtë si zjarri kur të glabëron? Si ka interesu asaj, aja ka thuj krajnë asha ka bo. Asaj ka interesu qysh e gjejtë Zubairin. A i shushtru me thonë kështu me një formë, a i shushtru mira ja. Kur e ka pranu islamin Zubairi radhiyallahu ta'ala anhu, mingja i tij e ka torturu shumë. Mingja i tij e ka torturu shumë. Sa që përmendet se e ka lidh në palë, komt nalt e kryt të poshtë, që qështu e ka mbajt. Bile thuhet e ka rrëthuen me diçka, me nej hasërës diçka, edhe ka morë tëm për fundi ti, edhe e ka lonë qashtu timi me këlltita në vend ajrit, vetëm për me uzbraps për rrugës Allahu Gjelle wa Ala. Ka thonë o mingjë, kur nuk e lo, len ekfura billahi ebeden. O mingjë jam, qka të dushve pra? Se une nuk zbrapse me nuk e mohoj Allahu Gjelle wa Ala, pasi aj ma ka zdrit zemrën, ma ka zgjeru gjoksin tim me fejneti. Edhe është lonë pastaj Zubairi radhiyallahu ta'ala. Pas disa torturime që ja kanë bo ati, atë është detyruan me bo hijret për në Habeshe, 2 herë ka bo hijret në Habeshe, pastaj ka uthuan për Medinë me pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Prej virtyteve të Zubairit që përmenden, radhiyallahu ta'ala anhu, e para thamë se është i pari që ka ngritë shpatën në rrugën e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka marrë pjesë në gjitha betejat. Në asë një betej nuk ka mungu. Prej të parave ka qenë beteja e Bedrit. Bile thuhet se në betejën e Bedrit e ka pas mbi kokën e tij një qallë me ngjyrë të verdhë.
sa që ka ardhur në disa transmetime se edhe melaçet kanë zbrit në formën, betejën e Bedrit kur ka marrë pjesë, kanë zbrit në formën e veshës së Zubair ibn al-Awamit. Ka zbrit në këtë formë, në formën e veshës së Zubair ibn al-Awamit, dhe kjo është e vërtetuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa në betejën e Uhudit, ja ka dhënë besën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri në vdekje. Ju e dini se në betejën e Uhudit ka qenë fillimisht lufta duke shku pro muslimanëve, pastaj ajo çka ka ndodhur me zbrapsen, me zbritjen e shigjetarëve poshtë, sa është torturuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa ka përfunduar betejë, pejgamberi alaihi salatu wassalam ka ngrit zonën edhe ka thonë: kush po ju vihet prapa mushrikëve të Mekës që të mendojnë se ende dhe të shohin se ende ka mbetur në forcë në ushtrinë e muslimanëve, atëherë kush kanë qenë? Kanë qenë dy persona, Ebu Bekr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu edhe Zubair ibn al-Awami radiallahu ta'ala anhu. Në betejën e Khajberit, atëherë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në një gjendje të rëndë, me një anë komplet pabesimtarët e Mekës me fisët e cilat e kanë mohu dinin e Allahu xhalla wa ala, në anën tjetër munafiqët e Medinës dhe jahudit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrë edhe ka thonë: a ka dikush që më vjen me lajmet e pabesimtarëve? Zubair ibn al-Awami ka thonë: unë i dërguari i Allahut. Prap ka thonë: a ka dikush që më vjen me lajmet e tyre? Prap Zubairi ka thonë: unë i dërguari i Allahut. Prap ka thonë: a ka dikush që më vjen lajmet e tyre? Zubairi ka thonë: unë i dërguari i Allahut. Këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubair. Çdo pejgamber i ka ndihmtarët e tij, ndërsa ndihmtari im është Zubair ibn al-Awami. Ndërsa ndihmtari im, shoku im, ai i cili s'mosh nda asnjëherë, është kush? Zubair ibn al-Awami. E përmenda ditë tek çështja e Abu Ubeida ibn al-Jarrahit kur thashë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: inna li kulli ummatin amina. Çdo ummet e ka besnikun e vet, ndërsa Abu Ubeida ibn al-Jarrah është besniku i këtij ummeti. Kjo nuk do me thonë që në ummetin e Muhammedit tek sahabit e tij s'kan qenë besnik. Ja, krejt kanë qenë besnik. Mirë po e gjenë se cili veçohet me një tipar edhe me një gjë. E shifni, Ebu Ubejde është njoft me besnikërin e tij të madhe. Zubair ibn al-Awam është njoft me trimrin e tij edhe kujdesin e tij që ka pas me qenë gjithmonë afër pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe është e çuditshme se Zubair ibn al-Awam, djali vet Abdullahu, e ka vetë ka thonën: o bab, pse nuk po transmeton hadithe sikur po transmeton filoni e filoni e filoni? I ka numëru disa emrat sahabive që po përcjellin hadithe shumë. Thot Zubair ibn al-Awam radiallahu ta'ala anhu, thot e kam shoqëru pejgamberin alayhi salatu wasalam prej atëherë kur e kam pranu islamin. Kur s'jam nda prej tij? Kur nuk jam nda prej tij radiallahu ta'ala anhu. Mirë po, thot, kam frikë se mos po gaboj edhe po them diçka që pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam se ka thonë. Kjo është ajo e cila më pengon edhe nuk guxoj me transmetu shumë hadithe për pejgamberit alayhi salatu wasallam, se kam dëgju pejgamberin duke thonë: men kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Kush thot diçka që nuk e kam thonë, letja përgatit vetës së tij një karrik prej karrigave të xhenemit. Ajo që më intereson se thot e kam shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej se kur e kam pranuar islamin. Edhe kur s'jam larguar mi, po kjo më pengon prej haditheve të tij. Ndërsa një Yarmuk, shme thon trimëria e tij
në betejën e Jarmukut është mahnitse. Sa që kanë thonë, kur ka shku me disa shok, ta keni parasysh, numri i pabesimtarve ka qenë dikon 200.000. Numri i muslimanëve ka qenë i vogël. Kur janë rëndit safat, disa shok Zubairit i kanë thonë, çka ta mërmenja me hy qështu në mes pabesimtarëve dhe me i nda 2 pjesë. Me hy në mes pabesimtarëve dhe me i nda në 2 pjesë. Thot Zubairi radiallahu ta'ala anhu, frigohëm se do të zbrapseni. Jo, saj se ka diskutu këtë punë. Frigohëm se do të zbrapseni, s'munde me i dalë dhe i në qosh, dhe i në fund. Atëhera kanë vendos me fillu. Kanë hy në mesin e savat për besimtarve. Është përshkru kështu që i ndante si kur uji që shëndahet. Që qështu? Kur është këthy mbrapa, as një prej shokëve vetë se ka pas. Kur është këthy mbrapa, as një prej shokëve vetë se ka pas. Tamon ka ndodh ajo që ka thonë se kanë frikë se do të zbrapseni. Në betejën e Jarmukut është plagos thellë. Edhe në betejën e Bedrit i ka pas 2 plagë të mëdhaja. Bile zatën në po i përmendit të mëdhaja, se me një hadith që shënon Imam Tirmidhiu rahimahullah, kur flet Zubairi për plagët në trupin e tij, thot nuk ka pjesë në trupin tem që nuk janë plagos. Derisa thot edhe te organet gjenitale. Që thot pjesë në trupin tem nuk ka që nuk më ka prek shpat apo shigjet. Kështu thot radiallahu ta'ala. Ndërsa tek plagët 2 që i ka morë në Bedër, edhe një të thellë që ka morë në Uhud, si duket transmetime, ka mbetë gjurma e thellë, ka pas hapësir këtu. Urwa, djali i tij rahimahullah, thot unë kam lujt me plagët e babës, mas është shëru, dorën time, thot e kam fund plagët e tina. Që qështu është përmen? Qaq plagët thella ka pas, radiallahu ta'ala anhu. Zubairi e dini pas vrasjes së Uthmanit, se fillimisht Zubairi radiallahu ta'ala anhu, përveç se që ka qenë i përgozuar me xhennet, me hadithin të cilin jam të shpjegu, hadithin e Tirmidhiut, kur i ka përmend 10 të përgozuarit me xhennet, e Shahbi rahimahullah thot i kam taku dikun 500, e në disa transmetime thot 500 e disa sahabi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të gjithë kanë dëshmu se Aliju, Uthmani, Talha edhe Zubairi janë prej xhenetlive. Ai zotën, përveç se i ka përgëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me xhennet, thot i kam taku 500, e në disa transmetime mbi 500 sahabi, pejgamberit alaihi salatu wasallam, që të gjithë kanë përgëzu edhe kanë dëshmu se Aliju, Uthmani, Talha edhe Zubairi janë prej xhenetlive. Qysh mos me qenë kështu, kur Umeri radiallahu ta'ala anhu thot, në momentet e vdekjes, kur goditet Umeri radiallahu ta'ala anhu dhe në momentet e vdekjes, thot kështu, kisha dasht me shku te Allahu Gjelle wa Ala pa as një vepër, qoft e mirë apo qoft e keqe, as për mu, as kundër meje. Thot me pas ari edhe argjend, sa këto 2 kodra i kisha dhonë rrugën e Allahu Gjelle wa Ala, vetëm me shpëtu adet kur do dal para Zotit Gjelle Gjelaluhu. Që kështu thot, min shiddetil matla, vetëm me shpëtu adet kur do dal para Allahu Gjelle wa Ala. I ka thonë, ja emir al-mu'minin, o prijesi besimtarve, tash po shihet se vdekja jote është afru, kënë po na i len khalife. Ka thonë, po javlo 5-6 persona, po javlo 6 persona, e ata pastaj e përzgjedhin khalifen e besimtarve, se e di se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek edhe ka qenë i knoqur me ta. Në mesin e tyre është edhe kush?
Uthmani, Aliu, prej tyre është edhe Talha dhe Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu. Az-Zubairi pas vdekjes së Uthmanit radiyallahu ta'ala an, bashkë me Talhan, Aisha radiyallahu ta'ala anha kanë shku për në fillimisht në Mekë, pastaj kanë shku për Basra. Qëllimi ka qenë me i zbulu vrasësit e Uthmanit radiyallahu ta'ala anhu edhe me morë hak për i tyre. Derisa ka ndodhur ajo çka ka ndodhur, Aliut i dërgohet një letër në Medinë se ka Talha, Zubairi, Aisha kanë ardhën edhe po dojnë me luftu atje në Irak. Aliu shkon me ushtrinë e tij. Fillimisht e kam tregu ngjarjen çysh ka ndodhur se bejinët çka kanë bërë fitnë në këtë mesele. Mirë po Aliu radhiyallahu ta'ala anhu fillimisht e ka këshillu Zubairin për me u kthy edhe mos me kërku se koha nuk është tash me i kërku vrasësit e Uthmanit radhiyallahu ta'ala an. Aliu nuk ka qenë kundër kësaj çështje, mirë po duhet me prit, me u qetësu gjendja, pastaj me i zbuluan se kush janë vrasësit e Uthmanit. Tregon Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu se Aliu thot e ka këshillu Zubairin. Aliu e ka këshillu Zubairin që mos me u derë gjak, me u kthy në Medinë, me u rregullu punët. Pastaj me i pa se kush janë vrasësit e Uthmanit. Abdullahi, djali i Zubairit, i ka thonë: Gjubnen, apo frigohesh thot me hin luft? Zubairi me gjithë trimërinë e tij që ka pas, thot ajo për cilën foli tani Aliu radhiyallahu ta'ala anhu bën thot mu largu. Jo frika që kom prej lufte. Se ti e din, më them kështu, ti e din trimërinë time. Edhe Zubairi radhiyallahu ta'ala anhu don mu largu pi luftës së smar pjesë në luftë. Zubairi radhiyallahu ta'ala anhu don mu largu prej luftës sa nuk merr pjesë në luftë. Domethënë mos i është largu me një lugin apo me një bregore ka qenë, atje ka shku në Amr ibn Gjurmuz edhe e ka mbyt. Atje ka shku edhe e ka mbyt Tinza. Në disa transmetime thuhet se është shtirë se kinë se po donë me u falë me Zubair ibn al-Awamin. Edhe e ka mbyt në tradhti. Pasi ka përfundu lufta, ka ardhen pe Aliu radhiyallahu ta'ala anhu është mërzit shumë. Po saqërisht kur e ka pa Talha ibn Ubejdullahin. Ju e dini, e kam përmenë dhe javën e kalun, kur ka kalu pranë ti, e ka pa gjenazën e ti, ka shku, ja ka fshien plonin për iftyrës, e ka thonën: Azizun aleja en arake mujaddelen, është e fështirë, thot, ja Eba Muhammed, është e fështirë me të pa ty në këtë gjendje. Pasha Allahin, thot, kisha dasht me vdekën para 20 viteve. Kisha dasht me qenë i vdekur para 20 viteve dhe mos me të pa ty në këtë gjendje. Ndodhë që ka ndodhë, në qato të lovia, po qëtësohën tash gjakrat, vjen Amr ibn Gjurmuz të Aliu radhiyallahu ta'ala anhu edhe thot se e ka mbyt Zubairin. Ka ardhë kinë se me ukrenu para Aliu që Zubairin e hika qafe. Aliu radhiyallahu ta'ala anhu i ka thonë: la të frah, mos u gëzo, se kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: qatilu ibn Safiyata fi an-nar. Mbytësi i Zubairit, djalit të Safijës, fundi i tij është xhehenem. Mbytësi i Zubairit, djalit të Safijës, mbytësi i tij është në xhehenem. Bile thot, e kam dëgju pejgamberin thot: a e të ditë kënë e ke mbyt? A e të ditë thot kënë e kam mbyt? E kam dëgju thot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubair. Çdo pejgamber e ka mikun e afër, ndihmtarin e tij, ndërsa ndihmtari im është Zubairi. Kur e ka pa se ky Amr ibn Gjurmuz me vete ka pas edhe shpatën e Zubairit,
Kur e ka pa shpatën e Zubejrit, Aliu radiallahu ta'ala anhu, thot pash Zotin, e ke mbyt një njeri, le tale ma kana yadhubbu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. E ke mbyt një njeri që vazhdimisht e ka mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ke mbyt një njeri që në luftrat e tij ka qenë mburoj e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ke mbyt një njeri pastaj vazhdon edhe i përmend epitetet të cilat i ka gëzu Zubejri radiallahu ta'ala anhu. Se Zubejri në betejën e Bedrit e ka pas një shpat. E ka pas një shpat që ka kalu të krejt sahabit, të krejt khulefajt më radhë. Deri të krejt do më thonën. Bile ma vonë Abdul Malik ibn Marwan, kur dëvet pythot se qysho shpata e Zubejrit, kanë përmend se ka qenë e thyne me një vend. Ka qenë e thyne me një vend. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutë për ta. Aliu radiallahu ta'ala anhu tasht i numran. Thot e ke mbyt kët, e ke mbyt kët, e ke mbyt kët, pastaj i thot mos u gëzo, se vallahi mbytsi i Ibn Safijës ka me qenë zjarr. Mbytsi i Ibn Safijës ka me qenë zjarr. E për me tregu Aliu radiallahu ta'ala anhu se ajo që ka ndodh ka qenë fitne mes tyre, edhe nuk duhet, edhe nuk lejohet kërkush me fol kundër sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot shpresoj se një ditë do të jemi te Allahu xhalla wa ala në xhenetet e tij bashkë, thot une Talha edhe Zubejri ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Edhe lexon ajetin surën Zukhruf, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Edhe kemi me largu prej zemrave të tyre çdo mllef e inat, edhe kemi muknoz në xhenetet e Allahu xhalla wa ala si vëllazër. Ky person Amr ibn Jurmuz, se do të thonë kjo vrasja e Zubejrit radiallahu ta'ala anhu si shahid, ka ndodhur kur në vitin 36 sipas hijretit. Ndavon kur caktohet halife i muslimanëve, o them një pjesës e muslimanëve, Abdullah ibn Zubair, e vllaun e tij Musabin e ka vendosur në Irak si guvernator. Ky personi Amr ibn Jurmuz kur nuk është ndi më mirë, kur nuk është ndi rahat. Ka shku te Musabi edhe i ka thonë e kidni. I ka thonë mbëtu mua që të shkoj te Allahu xhalla wa ala i pastër. Mbëtu mua për shkak në mbytjes që ja këmbohen Zubejrit. Atëherë Musabi e merr një letër e shkruan edhe ja dërgon kujnë Abdullahit, vllaut vet, khalifës. Edhe thot kështu ka ardhur në Gjurmuzi. Ja kthen Abdullah e thot, kon thot me mbyt, po ai nuk ka pesh të Zoti asa nollja e Zubejr ibn al-Awamit radiallahu ta'ala anhu. E kalon qashtu. S'ka dashmë sa që përmendet e përmend Ibn Sa'di rahimahullah në librin e tij At-Tabaqat al-Kubra se ky njeri kur më nuk është rahatu. Kur s'është rahatuar. Ka thonë gjithmonë hija e Zubejrit po ndjek prapa. Kur s'është rahatuar. Përmend në disa transmetime që ka hyrë me një pjesë naltë dhe ka thonë dikujt shtyjum edhe ka mbyt veten. Që çdo Allahu Ta'ala alem përmendet pas senet, nuk e di saktësinë e kësaj ngjarje, mirë po ajo që përmendet fundi i tij është se e ka mbyt veten. E normal kur e lexon biografinë e këtyre sahabive ndershëm, këtyre sahabive që Allahu xhalla wa ala ka qenë i kënaqur me ta. Ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë i kënaqur me ta. Atëhera me ngrit shpatën kundër tyre, pashallah është e vështirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me një hadith qudsi, se Allahu xhalla wa ala thot: "Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Kush ma lufton një miktimin, i kam shpall luftë atij. E tani kur e lufton, a mundet me u konsideru apo me marr pjesë në çet miqësinë e Allahu xhalla wa ala dikush para këtyre 10 sahabive që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzuar me xhenet? S'ka mundësi. E atëherë qysh me u gëzuar në vrasësi i Zubejrit radiallahu ta'ala anhu, normal që as gjumi nuk lën rahatu, as gjum nuk mundesh me nxon. Për faktin se e ke ngrit shpatën mbi një
sahabi të ndershëm i cili është largu prej betejës, pa marrë pjesë, edhe ke shku e ke mbyt tinëz se të kishe dalë ballë për ballë me Zubairin, s'ka pas mundësi dikush me i dalë përpara. Mirë po ka shku e ka mbyt tinëz. Prej gjërave që përmendet është interesant këta po e përfundoj. Zubairi radiallahu ta'ala anhu prej grave me të cilat ka qenë i martuar, ka qenë edhe një grua që e ka pas emrin, e shënova dikon si shpejt, Atika binti Zaid ibn Amr ibn Nufail. Atika ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Kjo Atika ka qenë e martuar me disa, edhe me secilin që është martu ka vdek shahid. Sa që thot Ibn Sa'di kur e përmend këtu, wa kana ahlul Madinati yaqulun, njerëzit e Medinës kanë thonë, men arada shahadata falyatazawwaj Atika binti Zaid. Kush don me vdek shahid, le të martohet me Atika, vajzën e Zeidit. Thot kanat inda Abdullah ibn Abi Bakr faqutila anha. Fillimisht ka qenë martuar me Abdullahin, djalin e Abu Bakrit, ka vdek shahid. Pastaj thot kanat inda Umar ibn al-Khattab faqutila anha. Pastaj ka qenë martuar me Umar ibn al-Khattabin, është mbyt. Pastaj ka qenë martuar me Zubair ibn al-Awwam, edhe Zubairi radiallahu ta'ala anhu ka rashid. Zubairi radiallahu ta'ala anhu se kjo këtë më ikë. Zubairi kur ka vdek ka pas borxhe të mëdha. Kur ka vdek radiallahu ta'ala anhu ka pas borxhe të mëdha. Edhe ato borxhe çush i ka parë? Se njerëzit kur i kanë ofruar amanetet e tyre te Zubairi, ka thonë unë ndoshta smuj me avrujt amanetet, e kanë frikë që hupin, po lëni borxh tonë. Kur i kërkoni ja u kthej borxhin. Para betejës Devës, Zubairi e thirr djalin e vet Abdullahin. Edhe i thot, o djali jam, nuk e di, thot, unë sot jam të ndi veten që kam me umbyt. Ç'është i thot? Unë po e ndi që kam me umbyt. Se di bre birë, pasuninë cilën e kemi, a i lanë borxhet e mia jo. Borxhet e Zubairit radiallahu ta'ala anhu kanë qenë me miliona. Ç'është? Thot pasurinë cilën e kemi, çfarë pasuri ka pas? Disa toka që ja kanë nda. Kur ka marrë pjesë në xhihad, i ka dhënë një pjesë pejgamberi alayhis salatu wassalam, pastaj Abu Bekri, pastaj Omeri, e kështu me radhë, disa toka që ai ka pas shpërndara. Thot nuk e di anaj lajnë borxhet e tona jo nëse vdesun. Po thot, nëse vdes kujdesu që të milash borxhet e mia. E nëse të pron diçka prej pasurisë time pasi ti shlyesh borxhet, atëherë thot prej asaj pasurie para se me nda mirathin, leja 1/3 fëmijëve tu. Ç'është i thot radiallahu ta'ala anhu. Zubairi Abdullahi radiallahu ta'ala anhu vepron kështu. I shet krejt ato toka, i jalon borxhet e tij edhe te pran prej pasurisë tij. Pastaj kanë ardhur vllaznia Abdullahit edhe i kanë thonën, tash po e dojmë trashëgimin e babës, rahmet pas. Abdullahi ka thonë jo një herë. 4 vite radhazi, se tash se kanë ditë ka janë krejt borxhlit. 4 vite radhazi kanë shku në Qabe, në haxh. Edhe ka thirr Abdullahi ka thonën, a ka dikush që baba imi ka mbet borxhati. 4 vite radhazi. Kur është dëshmu që nuk ka më borxhe, atëherë ka nda pasurinë e tij radiallahu ta'ala anhu. Kjo ka qenë përgjithsisht jeta e Zubair ibn al-Awwamit radiallahu ta'ala anhu. Elusim Allahun xhalla wa ala që të na bashkoj me këta burra në xhennet. Elusim Zotin që të na bën prej atyre të cilët jetojnë në frymën e historisë së tyre, kërenohen me këta burra edhe vdesin duke i dashur këta, se dashuria ndaj tyre është fe, ndërsa urrejtja e tyre është hipokrizi edhe dalje nga feja e Zotit xhalla xhelaluhu. Elusim Allahun që na bashkon në xhenet me ta, atje ku nuk do të ketë ndarje. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.